Mos harxhoni më para. Pini çaj kamomili dhe do shëroheni nga këto sëmundje. Kamomili konsiderohet një bimë e sigurt që është të përdorur në shumë kultura për shërimin e problemeve të lidhura me stomakun, si dhe si një sedativ i lehtë. Disa studime kanë treguar se kamomili mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në recetat tuaja ditore dhe do të mbajë larg edhe komplikacionet e ndryshme të organizmit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Një produkt i përgatitur me kamomilin është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit. Ai është i mirë për lehtësimin e dhimbjeve të stomakut, ulçrave, të përzierave, gjithashtu edhe problemeve të tjera siç janë edhe të vjellat. Një përbërje me kamomil duket se do të ndihmojë dukshëm në shëndetin tuaj, duke evituar komplikacione dhe duke nxitur një organizëm më të vlefshëm, më të shëndetshëm dhe duke evituar kështu edhe shqetësimet në shëndet. Një shplarje e gojës me kamomil mund të lehtësojë problemet të shkaktuara nga trajtimet të ndryshme. Disa studime madje sugjerojnë se kamomili mund të ndihmojë në gjendje të tjera si diarrea, hemoroidet, ankthi dhe pagjumësia. Kur përdoret në lëkurë, kamomili mund të ndihmojë kundër acarimeve të lëkurës dhe shërimit të plagëve. Disa studime kanë dokumentuar se mund të jetë paçë efikas edhe në kremrat e hidrotozimit për ekzemat. Por si ta përdorni kamomilin dhe si duhet ta merrni atë në dietën tuaj? Atë mund ta përdorni në formën e çajit ose edhe të produkteve të ndryshme që mund t'i japin kështu shëndetit një mbrojtje më të madhe dhe të evitoni komplikacionet. Çaji i kamomilit është një lehtësues shumë i mirë i shëndetit tuaj. Kur flasim për kamomilin, imazhi i parë që na vjen ndërmend është një filxhan çaj me kamomil. Por kjo bimë e njohur është e përdorur në lehtësimin ose trajtimin e ndryshme të problemeve shëndetësore. Antioksidantët e shumtët e kamomili gjenden në vajrat e fuqishëm të bimëve dhe janë kontribues kryesor në aftësinë e saj natyrore dhe shëruese. Një produkt efektiv alternativ me pothuajse asnjë efekt anësor. Kamomili është përdorur për më shumë se 5000 vite si një çaj, ekstrakt bime ose produkt kozmetik për të promovuar qetësinë, vitalitetin, pamjen rinore dhe jetëgjatësinë. Zakonisht përdoren lulet dhe thatët e kamomilit që pasi zihen në ujë të ngrohtë, kombinohen gjithashtu në formën e çajit. Kamomili ka veti të mira qetësuese. Ja pse këshillohet të pini përpara se të flini një çaj kamomili, sidomos nëse vuani nga pagjumësia ose nuk bëni një gjumë të rehatshëm në mbrëmje. Ai mund të ndihmojë gjithashtu në lehtësimin e problemeve të tretjes, problemeve të zorrës, qetëson dhimbjet e barkut, ka veti të mira antiinflamatore. Lehtëson gjithashtu edhe dhimbjet menstruale dhe problemet e dhimbjeve të kokës. Një tjetër funksion i kamomilit ka të bëjë edhe me vetitë e tij ushqyese për flokët, por efektet pozitive janë ndjerë edhe te spazmat muskulore ose edhe problemet reumatizmale. Por efektet pozitive janë edhe më të gjëra. Ai stabilizon zorrët në rast të diares dhe përdoret në rast të irritimeve ose të infeksioneve të rrugëve të urinare, për të mos folur për qetësimin e sistemit nervor. Por përdorimet e jashtme rekomandohen edhe kundër problemeve të lëkurës, sidomos ekzemave, laringitit, skuqjeve, të syve e të tjera. Mund të keni dëgjuar se kamomili është një bimë shumë e mirë me vetitë e saj shëruese që mund të lehtësojë edhe një sër komplikacionesh. Sipas Healthline në këtë video do të rendisim produktet më të mira natyrale që mund të bëni me kamomil dhe përfitimet e kësaj bime në dobi të vlerave të shëndetit tuaj. Kamomili është i mirë për sistemin tuaj nervor. Një studim i zhvilluar nga kërkuesi shkencor në Universitetin e Pensilvanisë ka konfirmuar se kamomili është në gjendje të ulët gjithashtu nivelet e ankthit te personat që vuajnë prej tij. Kamomili mund të ndihmojë gjithashtu aparatin tuaj tretës. Ekspertët thonë se ekstraktet e kamomilit mund të ndihmojnë në dukshëm në reduktimin e ulçrave dhe dhimbjeve të stomakut, si dhe të lehtësoni spazmat e zorrës së irrituar, edhe pse duhet ta përdorni gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti për të evituar gabimet. Kamomili mund të përdoret si një produkt kozmetik.
Një ndër gjërat që gjyshet tona kanë bërë është të përdorin kamomilin për të hapur ngjyrën e flokut. Studime të shumta kanë evidentuar se kamomili do të rrisë kështu reflekset e dritës, çka shpjegon pse disa shampo përfshijnë në mesin e tyre produkte natyrale, të cilat kanë edhe kamomilin. Shtimi i kamomilit në vaktet tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin tuaj edhe duke përmirësuar kështu mbrojtjen tuaj. Ekspertët citojnë se shtimi i kamomilit vazhdimisht në vaktet tuaja ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë edhe kundër irritimeve të lëkurës. Për përdorimet e jashtme ai rekomandohet kundër problemeve me lëkurën, sidomos ekzema dhe largimin e skuqeve të syve. Studime të shumta kanë treguar se lulja e kamomilit është efikase kundër këtyre problemeve dhe kjo e shpjegon faktin se përdoret gjithësisht në produktet kozmetike. Ai redukton gjithashtu edhe problemet gjatë ciklit. Vetitë e kamomilit janë të shumta, mirë po veçanërisht ai takon femrave, duket se vinë më së shumti në ndihmë. Sipas një studimi të publikuar në Journal of Agriculture and Chemistry, u shpjegua se kamomili është me veprime qetësuese kundër këtyre komplikacioneve, duke lehtësuar kështu ciklet dhe duke përmirësuar më mirë organizmin tuaj. Kamomili është një bimë shumë e mirë kundër problemeve të inflamacionit dhe bllokimeve nga rrufa. Çaji i kamomilit është një zgjidhje shumë e mirë kur jeni të sëmurë dhe doni të mbani larg inflamacionet, gripin ose sinuset. Studimet kanë treguar se ekstraktet e kamomilit janë të dobishme, më shumë dhe të vlefshme kundër këtyre shqetësimeve, duke i siguruar organizmit tuaj një mbrojtje më të mirë të imunitetit dhe duke evituar kështu komplikacionet. Përdoreni me kujdes në përditshmërinë tuaj kamomilin dhe përfitimet që do të merrni në këto situata do të jenë të menjëhershme. Gjithmonë nëse merrni medikamente të caktuara përpara përdorimit, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar kundërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin. Çaji i kamomilit, sidomos nëse konsumohet si duhet në përditshmërinë e dietave tuaja, është një qetësues shumë i mirë për shëndetin fizik. Ai është një përzgjedhje shumë e mirë për imunitetin dhe mund të mbajë larg komplikacionet e tij. Por çaji i kamomilit është ndryshe nga ai i zi dhe i jeshil. Kamomili vjen nga një lule e bukur e cila mund t'i japë shumë përfitime në dobi të vlerave të shëndetit dhe të lehtësojë kështu edhe komplikacionet në organizmin tuaj. Çaji i kamomilit është i mirë për dhimbjet e stomakut. Çaji i kamomilit është një përzgjedhje shumë e mirë edhe kundër inflamacioneve dhe dhimbjeve të ndryshme të stomakut, sepse ai do të përmbajë substancat të cilat luftojnë inflamacionet, duke siguruar një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe duke evituar kështu komplikacionet e tij. Shtimi i çajit të kamomilit në përditshmërinë e dietave tuaja do të jetë një mundësi shumë e mirë ushqyese edhe kundër problemeve të gjumit të dobët. Pini një filxhan çaj kamomili 30 minuta përpara se të shkoni në shtrat. Çaji ka efekte të mira qetësuese dhe largon kështu edhe shqetësimet të cilat i kanosen organizmit tuaj në tërësi. Çaji i kamomilit është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe kundër problemeve të migrenës. Ndaj përdoreni këtë produkt si duhet në dietat tuaja ditore. Përfitimet që do të merrni në këto situata do të jenë vërtet mbreslënse. Çaji i kamomilit mund të jetë një produkt fantastik edhe për shëndetin tuaj të zorrëve. Çaji i kamomilit rekomandohet kundër dhimbjeve të zorrëve dhe sindromave të zorrës së irrituar. Ai funksionon më mirë kur keni gazra dhe fryrje. Çaji i kamomilit është një përzgjedhje shumë e mirë për nxitjen e imunitetit. Nëse prekeni rregullisht nga gripi ose e ftohura, atëherë mund të konsumoni edhe çajin e kamomilit, si një përzgjedhje mjaft të mirë ushqyese në recetat tuaja ditore dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Gjithashtu, përdoreni çajin e kamomilit për zbardhjen e lëkurën. Kamomili e ushqen dhe zbardh lëkurën. Zgjeni 2 bustina organike në një çajnik dhe qetësisht qëndroni sipër avullit të lëshuar dhe mbuloni kokën me peshqir. Kjo do ju ndihmojë të keni një lëkurë më të bukur, më të shëndetshme dhe të evitoni kështu edhe acarimet e ndryshme të saj, citon Healthy Side. Vëmendje:
Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.